osteoporoza është sëmundje e dendësisë të ashtit, ku përveç se humbjes të kalciumit, kemi edhe humbjen e pjesës të matriksit të ashtit, do të thënë pjesës të butë të ashtit, me çka neve e kompenzojmë me materiale bifosfonate, të cilët pastaj i shtojmë edhe shtesën e vitaminës D dhe preparateve të kalciumit të cilët gjenden edhe në ushqim, mirë po edhe në mënyrë farmaceutike të prodhuara. E tani, nga këndvështrimi im, do të kisha thënë se osteoporoza është edhe një nga sëmundjet moderne, ku manifestohet për shkak të ndryshimit të shprehive të përditshme të cilat i kemi ne. Dhe në qoftë se para 50 vjetëve osteoporoza ka qenë si sëmundje vetëm se e targetuar ose si sindrom në kuadër të disa sëmundjeve, tani për shembull paraqitet edhe në moshat më të reja, edhe si sindrom, mirë po edhe si sëmundje për shkak kryesisht të palëvizshmërisë ose për shkak të ritmit jetësor të cilët ne kemi në pozitë zyrtare, në zyra, në hapësira të mbyllura dhe në pozita të ulura më shumë se 8 orë.